Në këtë vend, ku jam unë në Sierra Leone, është gjetur një prej diamanteve më të mëdhej të botës. Në vitin 1972, duke punuar buz një lumi, keni parasysh që gërmimi i diamanteve do t'ju tregoj bëhet këtu dhe më poshtë, një punëtor i zakonshëm, një punëtor lokal, gjeti një diamant i cili për arsye të pastërtisë konsiderohet i treti më i madh për pastërtinë e tij në botë. 969 karat. Pas pastrimit dhe pas faktit, pra pas u vërtetuar që për pastërtinë e tij ishte i treti më i rëndësishëm i globit, ai u shit kompanisë famshme Joaillier Harry Winston, e cila e ndau në 17 diamant që u shiten me certifikat veçantë duke u konsideruar pjesë e njërit prej diamanteve më të mëdhej dhe më të pastër të globit. Po sa e lidhur Sierra Leone me diamantet, unë kam në xhep, nuk është i imi, ma ka dhënë një prodhues lokal, një diamant të jashtëzakonshëm. Ky quhet diamant pink, shifeni, është shumë i rrallë, është i papërpunuar siç ka dalë, është gjetur në Sierra Leone në këtë zonë. Po si gjenden diamantet? Më pas do ju tregoj edhe një seri diamantesh. Për diamantet gërmohet në këtë grop këtu, kjo është pjesa toksore, shifeni se ku del dheu në këtë drejtimin tjetër, pra dheu vjen këtu, dhe gjithë ky dhe fillon sitet. Por pjesa kryesore në fakt nuk gjendet në tokë. Pra këtë duhet ta marrësh ta sitesh. Pjesa kryesore e diamanteve gjendet pak më poshtë, ku dëgjohen zërat në pjesën e lumit. Nëse hecën këtej, ti do shohësh që tani nuk është se periudha e shirave, po kur ujërat janë pak më të mëdha, që pra rrjedhja e ujit sjell me vete gur. Duhet të sitësh gurin, dheun, zhavorrin, rërën, sepse diamantet shpeshherë janë brenda tyre për të gjetur nën të diamantet. Po eci deri aty për të treguar. Diamantet kanë qenë në një farë mënyrë fati i madh i Sierra Leone, sepse pothuajse të gjithë banorët lokal merren me prodhimin e diamanteve. Por duhet keni parasysh që diamantet u kthyen dhe në fatkeqësinë e tyre të madhe. Në vitet deri në vitin 2002, në mos gaboj, apo 2003, Sierra Leone pati një luftë të gjatë civile 10 vjeçare, e cila kryesisht mendohet që erdhi për arsye të kontrollit të tregut të diamanteve. Pra kush do të kontrollonte tregun e diamanteve? Lufta civile ishte e tmerrshme, ajo i mori jetën mbi 50.000 vetave, në mos gaboj, për numri mund të jetë edhe shumë më i madh, dhe tashmë ka gjetur një stabilitet në 20 vitet e fundit. Kjo është pjesa e ujit tani ku po shkoj, për t'ju treguar. Madje një histori e plotë e Sierra Leones dhe diamantëve të saj mund ta gjeni në filmin e famshëm të Leonardo DiCaprios Blood and Diamond. Blood and Diamond është historia e një burri të cilit i rrëmbyen djalin për ta futur në luftën civile në grupet ndërluftuese, i merrnin të vegjël, i indoktrinonin, ai u përpoq gjithë, do të thënë, ja kushtoi jetën e tij të pasme gjetjes së djalit, i cili pas ishte indoktrinuar, por duke kërkuar diamanta ai gjeti një diamant të jashtëzakonshëm të madh, të cilin e kërkonin shumë vetë dhe në fund fare ai, pra mbasi nuk pati më asnjë interes për atë diamant, ai si thuaç dëshmoi para Kongresit Amerikan britanik për t'ju treguar se çfarë po ndodhte me diamantët dhe pse diamantët po prodhonin gjak. Tani nuk e di, ngjitem dot këtu unë dhe ndjek dot kamera, jo, kam frikë se rrshkas, po poshtë është apo dal në këtë drejtim. Poshtë është lumi për treguar se ku mund të shkohet për të gërmuar. Pra, shifeni, këtu mbushin edhe ujin, jam në një fshat as vet nuk e di, as GPS-i nuk punon, asgjë nuk e tregon. Pra kjo është pjesa kur mbushin kovat, por në atë pjesë të lumit ti duhet gërmosh me një sitë të madhe, eksaktësisht është ky lumi, me një sitë të madhe për të parë se çfarë mund të ketë mbetur brenda sitës. Ka njerëz që gjejnë diamante të vegjël, ka njerëz që gjejnë diamante pa vlerë, por brenda saj gjendet edhe disa nga diamantet më të rëndësishëm për që shiten tek kompanitë e mëdha. Diamantet ose industria e diamanteve në fakt ka lulëzuar në Afrikë, ka qenë Namibia e para, Botswana e dyta, Afrika e Jugut e para, Botswana e dyta, Namibia e treta, përmes kompanisë famshme De Beers, e cila mbriti në Afrikë në fund të shekullit 19, fillim të shekullit 20 për prodhimin e diamanteve. Më pas u zbuluan një sër vendesh tjera, Republika Demokratike e Kongos, Republika e Kongos, Sierra Leone, Liberia, janë vendet famshme. Madje historia e Liberisë dhe Sierra Leones është më e tmerrshme sepse lufta civile këtu dhe në Liberi u stimulua nga diamantet. Madje presidenti i Liberisë, Charles Taylor, dhe kjo është shumë interesante, merrte disa nga gratë më të bukura të globit, duke përfshirë modelen Naomi Campbell dhe modele tjera, për të
marrë pjesë në darka dregat e tij, zoti i di çfarë bënte më shumë, dhe i paguante jo me para, po me diamante. I jepte diamante të papërpunuar, të paprerë, madje Naomi Campbell u detyrua të dëshmonte para Kongresit Amerikan për të dhënë, para gjykatës ndërkombëtare të Hagës, e cila për krime lufte, e cila e dënoi Charles Taylorin me 15 vjet burg, në mos gaboj, dhe ende sot është në burg. Thash, diamantet janë një prej pasioneve të mëdha të njerëzimit, për gratë sidomos edhe burrat gjithsesi, por diamantet kanë sjellë dhe disa nga fatkeqësitë më të mëdha të globit. Shumë luftra janë bërë për to, shumë prej kompanive diamanteve dominojnë tregun. Afrika, që është edhe pjesa më e rëndësishme e prodhimit diamanteve, është njëkohësisht dhe pjesa më e varfër e globit. Sierra Leone është një vend i çuditshëm, është krijuar nga sklevrit amerikan, të cilët 150 vjet pas ishin dërguar në Amerikë, erdhën hello. I kanë hello. Sklevrit amerikan, të cilët u kthyen mbrapsht nga trupat britanike për të krijuar një shtet të lirë. Ky shtet i lirë, këtij shtetit lirë i bun emrin Liberia dhe qytetit Freetown. Pra qyteti i lirë dhe shteti i lirë. Më pas Liberia u nda në Sierra Leone, që quhet Luani i shtrirë, dhe në vet Liberin. Liberia ka kryeqytet Monrovian, kurse pjesa e Sierra Leones ka kryeqytet Freetownin. E gjithë zona është e mbuluar me pyje të tilla masive. Popullata është e vogël, sipërfaqja 75.000 km², por ky vend jeton me 3 gjëra të mëdha: arin, diamantet dhe metalet e rralla. Sikur se thash, gjithçka në këtë vend vërtetet rreth tyre. Vendasit kanë shumë pak mundësi të marrin, ka shumë investitor, ka investitor shqiptar, të cilët thash merren me prodhimin e diamanteve. Ky është një prej diamanteve më të rrallë, nëse shihni, një diamant i cili është, nuk e di sa karat është diamant pink, shihni edhe një herë. Dhe është një nga gjërat më të rralla që mund të gjenden, është pronë e një investitori shqiptar të Kosovës që ndodhet në Sierra Leone prej vitesh, që merret me prodhimin e arit, diamanteve dhe metaleve tjera të çmuara. Shihni edhe ata fëmijë, aq të vegjël i kanë marrë në luftë për të luftuar në luftën civile. Jam në Sierra Leone, në zemër Sierra Leones, as vetë nuk e di ku jam, kam në xhep syzet e metës që mund të xhiroj, që sepse në Afrikë shpeshherë të lëm pa xhiruar, dhe një diamant që duhet të kushtoj, Zoti e di sa, po me siguri shumë të madhe duhet të ketë, domethënë të paktën nga sa shoh unë. Sierra Leone, Blood and Diamonds.